Në një kohë ku suksesi shpesh lidhet me pamjen dhe dukjen, historia e Alexia Traikos shkon më shumë dhe më thellë. Fituesja 20 vjeçare e sezonit të 5 të Grease Next Top Model është më shumë se thjesht një fytyrë e bukur. Ajo është një histori krenarie, sakrifice dhe qëndrese që ngjall ndjenja të forta tek çdo shqiptar që e lexon. E lindur në Selanik me rrënjë shqiptare, Alexia është një simbol i një brezi që nuk i ka harruar rrënjët, pavarësisht sfidave, paragjykimeve dhe përpjekjeve për t'i zhdukur. Ajo nuk është përkurur kurrë përballë racizmit dhe urrëties që ka ndjerë në fëmijëri. Përkundrazi, ajo ka mbajtur kokën lart me krenarinë e një shqiptareje që nuk i ka munguar kurrë origjinën e saj, edhe kur të tjerët e këshillonin ta bënte. Në një intervistë prekëse për gazetën greke Espresso, Alexia rrëfen se si jeta e saj ka ndryshuar pas reality show-t që i dha famë, por që nga ana tjetër ndikoi fort edhe në psikologjinë e saj. Izolimi 4 mujor brenda shtëpisë së GNTM ishte një përvojë e vështirë që e goditi emocionalisht. E ndarë nga të dashurit e saj, pa mundësi kontakti, ajo e gjeti veten në një situatë ku ndjeu boshllëk dhe izolim, duke ndërtuar një mur emocional që i duhej kohë ta rrëzonte, por si çdo vajzë e fortë ajo nuk u dorëzua mendimin e familjes dhe të dashurit të saj, të cilin e përmend me shumë dashuri. Alexia ja doli të rikthehej më i fortë se kurrë. Sot ajo ndodhet në SBA, duke ndikur ëndrrën e saj profesionale dhe duke tentuar të vendosë themelet në një jetë të re. Edhe pse larg Lishis, ajo nuk është ndarë nga bota e modelingut. Me agjensinë e saj në Selanik, No Limits Models Agency, ajo vazhdon bashkëpunime të rëndësishme me marka të njohura ndërkombëtare si Zeus, Dion, duke përfaqësuar jo vetëm vetveten, por edhe komunitetin shqiptar që shpesh është lënë në hije. Por historia e Alexias nuk është vetëm histori suksesi, është një thirrje e fortë për ndërgjegjësim. Ajo tregon me dhimbje një episod të paharruar nga fëmijëria kur në shkollën fillore, pas përzgjedhjes me short për të mbajtur flamurin në parad, një nën kundërshtoi që ajo, një vajzë shqiptare, të ishte flamurtare. Ky episod nuk është vetëm një plag për Alexian, por një kujtesë e hidhur për të gjithë shqiptarët në diasporë që janë përballur me racizëm dhe padrejtësi. Por ajo nuk u toroq, edhe pse i kërkoi drejtorit të mos e vendoste në atë pozitë për të shmangur konfliktin, në fund ishte ajo që e mbajti flamurin, një gjest që për çdo shqiptar është një simbol krenarie dhe dinjiteti. Për brezin e ri të vajzave që nuk duan të ndjekin rrugën e modelingut, Alexia ka një mesazh të fuqishëm, të jenë të përgatitura psikologjikisht, të mos lejohen që refuzimi t'i kthejë dhe mbi gjitha të mos ndihen inferiore për shkak të prejardhjes së tyre. Ajo fton vajzat që të jenë të vërteta, të forta dhe me këmbë në tokë. Mos u tremni nga kamerat, mos i kushtoni vëmendje zërave negativ, thot ajo, me një vendosshmëri që buron nga përvoja e saj. Për Alexion, suksesi nuk ka ardhur sepse ajo ka fshehur kush është. Ka ardhur sepse ajo ka qëndruar e vërtet me vetveten, dhe kjo është një mësim për të gjithë shqiptarët kudo që ndodhen, se nuk ka nevojë të fshehin për ngavim për të ecur përpara. Përkundrazi, është pikërisht ajo trashëgimia, ajo kulturë, ai shpirt luftarak që na bën të dallohemi. Në një kohë ku shumë prej bashkëkombësve tanë përballen ende me paragjykim dhe racizëm, në vendet ku jetojnë e punojnë, Alexia Traiko është një frymëzim. Ajo është dëshmia se krenaria për origjinën tënde është forca më e madhe për të ecur përpara. Në çdo fushat, në çdo hap të karrierës së saj, ajo mbart me vete jo vetëm ëndrat e veta, por edhe ëndrat e një komuniteti që ka luftuar gjithmonë për të fituar vendin që i takon. Nëse do të ketë një Grease Next Top Model, All the Stars, Alexia thot se do të donte të ishte pjesë e tij, jo për famë, por për të treguar sërish se një vajzë shqiptare mund të triumfojë, të jetë ikonë stili dhe inspirimi, pa u përkullur, pa harruar kush është. Alexia Traiko është më shumë se një modele, ajo është një zë për të gjitha vajzat shqiptare që rriten me ndjenjën e pasigurisë për atë që ndihen të tjerët në një shoqëri që nganjëherë të sheh me sy të ftohtë. Është një thirrje krenarie kombëtare dhe për të mos u ndalur kurrë, sepse kur jemi të bashkuar, kur jemi krenar për origjinën tonë, nuk ka mur që mund ta ndalojë